Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas disa muajsh të ndarë, i bashkohet Lumbardi me Kaderin. Ka kaluar kohë nga ndarja e dy ish-banorëve në Kosovë, Kaderit dhe Lumbardit, por si duket kujtimet mes tyre nuk janë haruar. Sipas Instagramit, Kaderi vazhdon ta ndjek një llogari të përbashkët që është në emër të dyve, ku ka postime të shumta të tyre. Kjo llogari ka bërë të mundur që fansat e tyre të kenë akses në momentet e përbashkëta të dy së bashku dhe kjo ka ngritur shumë spekulime. Me kalimin e kohës, ndarjet mes individëve të njohur shpesh krijojnë një atmosferë nostalgjie për fansat. Rreth dy figurave si Kaderi dhe Lumbardi që dolën në pagë gjatë emisionit, ka gjithmonë interes të vazhdueshëm. Fansat janë të hetur të mësojnë rreth çdo interaksioni të mundshëm mes tyre, duke shprehur dëshirën për një ribashkim. Kujtojmë që Kaderi është shprehur publikisht sa i përket ndarjes, duke i dhënë fund spekulimeve dhe përplasjeve që mund të kenë lindur pas asaj. Nga ana tjetër, Lumbardi ka zgjedhur një qasje më të heshtur, duke mos preferuar të flasë për marrëdhënien me Kaderin, çka vetëm e ka bërë më të mistershme situatën. Gjithashtu mbetet për t'u parë se si media do të raportojnë mbi këtë situatë. Në disa raste, mungesa e reagimeve publike nga Lumbardi mund të ketë si qëllim ruajtjen e privatësisë së tij, por fansat gjithsesi duan të dinë më shumë rreth ndjenjave që ai mund të ketë për Kaderin.